Banorët e 7 fshatrave në njësinë administrative Suç në bashkinë e Klosit kundërshtojnë ndërtimin e 2 hidrocentraleve në përrojën e quajtur Lusa, që rrjedh nga mali i Balgjajt. Banorët kanë zhvilluar disa protesta deri më tani, ndërsa e fundit ishte nga banorët e 7 fshatrave që u grumbulluan në fshatin Suç. Banorët shprehen se janë totalisht kundër ndërtimit të këtyre dy heceve, pasi sipas tyre shkatërrohet ekosistemi, nuk do të ketë ujë vaditës dhe ujë të pishëm. Ata deklarojnë se do të mbrojnë me çdo çmim ujin e tyre dhe nuk do të lejojnë kompanitë të vazhdojnë punimet. Kur ai fshat me atë ujë jeton. Po të mos ketë ujë, fshati është i marrë. Me amor dhe atë ujë, i gjithë fshati duhet të vdesi, se pa ujë nuk ka jetë. Të shti, ai ne të investoj, po shkoj të investoj, ku tjetë për të investuar aty. Qoftë kush dhe qoftë firma, nuk ka rëndësi politika i majtë apo i djatë, ujtë nuk është as për të majtin, as për djatin, është për të dy, nuk është vetëm për njënin. Pra ne, këtu shteti, bashkia duhet të mbështesi popullin. Bashki. Protestat, për mendimin tim, duhet vazhdojnë për ditë, mos ta lënë deri kur firmat i gre materialet higja ne. Duhet të vazhdojnë normalisht, as i dis duhet na lëhet. Pse? Se nuk jetë të bënë protest, jetë të bënë protest kundra një individi që dë me vuka më së ty. Për shembull ne, ai e kom një gjyshja ka lokalin atje, i shkojmë në ke lokali dhe këromi atje. Ke punë vetë? Jo. Atëherë, pse vje këtu? Shtë drejt, ku e ka mora atë leje ndërtim? E vetëmja pasuri që ka kurdaria, është ky pru. Me këto në jetojmë, me këto majmë bлекtori, me këto majmë çdo lloj gjoje, që kemi këto. Kurdari s'ka met as gjë tjetër për vetëm ujë, shti ujë. S'ka as pyje, nuk ka as i gjë, për të më ty. E ke parasysh pranaj në kërkojmë që me na morën çat ujë, ne më mirë na morën shpirt, na morën këtë na hëqipet. Nëse nuk do ndalet punimet, çfarë do bëni? Tani nëse s'do ndalen punimet, ne jemi të detyruar që të mblidhemi si gaton, do shkojmë ke dyert e bashkisë, do të blokojmë dyert e bashkisë, derisa ato të morin vendimin që duhet mu morë. Në rast se është e drejtë për ato ta bëjnë të drejtë, në rast se s'është e drejtë, me morëm qafë gjithë banor është. Antari i Këshillit të Bashkisë Klos, Gentian Gjinaj, tha se futja ujit në tuba për hece do të ishte fundi i jetës në këto fshatra, ndaj do të përdoret çdo mekanizëm për ta ndaluar. Dhe marrë shkas nga banorët e zonës për ndërtimin e 2-3 ose më shumë hidrocentraleve në këtë zonë, ne jemi mbledhur tu për të kërkuar pikë pari më shumë transparencë. Si ndërtohen, ku do ndërtohen, kush do ndërtojë, çfarë projektesh janë. Edhe mbi të gjitha, e dyta që është më e rëndësishme, ideja është që banorët janë aq shumë të irrituar për faktin sepse të gjithë banorët në masë dërmuese pretendojnë se u rrezikohet ujë i pishëm dhe ujë vadis. A ka kaluar në Këshillin Bashkiak niveli i vendimit të pa hequr nga fondi kryor dhe kollosor? Për sa ku un jam antar këshilli pra për 2 vitesh, nuk është paraqit një kërkesë e tillë. Firma pretendon që është kaluar në Këshillin Bashkiak të viteve 2015-2019. Banorët paralajmëruan vijimin e rezistencës së tyre si dhe kërkuan nga institucionet vendore e qendrore të ndalin zbatimin e projektit.